Mirëdita të nderuar nxënës. Unë jam profesor Mustafa Kurtishi, e ligjeroj do të thot histori, vi nga gjimnazi Sami Frashëri Kumanov. Sot do të ligjerojmë njësinë mësimore, jeta dhe kultura në Helat, e cila përmban 5 tituj. Pra religioni, lojrat olimpike, letërsia, arti dhe arkitektura dhe shkenca. Religioni, duke mos mundur të sqarojnë dukuritë e ndryshme natyrore dhe fuqitë e mbinatyrshme, helenët filluan të besojnë në to dhe të krijojnë parafityrime për to religjioze. Në religionin e tyre vërehen mbeturinat e animizmit dhe të totemizmit. Helenët, perëndit e veta, i përfituronin me pamjet e njerëzit dhe të gjitha vetit e njerëzve, i ndanin në të mirë dhe të këqij. Ata grindeshin, rriheshin, martoheshin, u ndihmonin njerëzve e tjerë. Perëndit jetonin në malin Olimp. Kryeperëndi tek helenët ishte Zeusi, të cilën e llogaritnin si zot të qiellit dhe të tokës. Gruaja e tij Hera ishte mbrojtëse e martesës. Atena ishte perëndesh e urtësisë. Afrodita ishte perëndesh e bukurisë dhe dashurisë. Dionisi ishte perëndi e verës dhe dëfrimit. Apolloni ishte perëndi e detit. Për perënditë e tyre helenët bënin therror dhe u përkushtonin dhurata. Për to ndërtonin tempuj luksos. Më të njohur janë tempulli i perëndisë Apollon në Delfi dhe tempulli i Pantenonit, kushtuar perëndeshës Atena në Akropolin e Athinës. Helenët u besonin edhe demonave, shpirtrave, muzave, nimfave, satireve dhe fuqive tjera. Rrëfimet për këto fuqi dhe perëndi për herojt quhen mite, ndërsa të gjitha mitet quhen mitologji. Lojrat olimpike. Për nder të perëndive të tyre, helenët organizonin solemnitet dhe lojra të ndryshme. Për nder të perëndisë Zeus, organizoheshin lojra olimpike, të cilat mbaheshin në qytetin Olimpia të Peloponezit. Lojrat e para olimpike janë mbajtur në vitin 776 para erës sonë, që atëherë ato mbahen çdo 4 vjet. Helenët e llogaritnin kohën në bazë të lojrave olimpike. Gjatë mbajtjes së lojrave ndërpriteshin të gjitha luftërat dhe shpallej paqja e shenjtë. Helenët zhvillonin gara në atletik, në mundje, në kalerim, në hedhjen e diskut, gara me kaloshin, do thot karroca me 2 rrota e tjerë. Nga njerëzit merrnin kuror dafine të thurur prej tyre dhe prej degëve të ullirit dhe nderoheshin e lartësoheshin në mbar Helat. Letërsia. Helenët zhvilluan shumë gjini letrare, shkruan drama, epe, poezi, lirike e tjerë. Epe më të njohura e njëherët më të rëndësishme në letërsinë helenistike janë Iliada dhe Odiseja e Homerit. Për nder të Dionisit, perëndisë së verës dhe dëfrimit, mbaheshin shfaqje teatrale. Në fillim, pjesët teatrale shfaqeshin nëpër sheshe, ndërsa më pas edhe në vend të caktuar, të thot në teatr. Festa kremtohej në pranverë dhe në vjeshtë. Shfaqjet pranverore kishin përmbajtje pikëlluese dhe quheshin tragjedi, ndërsa shfaqjet vjeshtore kishin përmbajtje të hareshme dhe quheshin komedi. Shkrimtari më i madh i komedive ishte Aristofani, ndërsa tragjedi më të njohur ishin Eskili, Sofokliu dhe Euripidi. Arkitektura dhe letërsia. Helenët bënë një përparim të madh në zhvillimin e arkitekturës, të skulpturës dhe artit figurativ. U ndërtuan tempuj të mëdhenj dhe të bukur, ndërtesa publike, sheshe, teatro e tjerë. Për ndërtimin e tyre përdorin gur dhe mermer,
Helenat e zhvilluan skulpturën dhe artin figurativ. Ata bënin skulptura të bukura dhe i vendosnin nëpër sheshi dhe në vendet tjera publike. Skulpturoheshin perëndit helene, si dhe fytyrat e njerëzve të caktuar. Helenat i kushtonin rëndësi të veçantë ndërtimit të shtyllave, të cilat u bën simbole arkitekturës së tyre. U zhvilluan 3 stile të shtyllave: jonik, dorik dhe korintik. Dhe shkenca, do të thotë në titulli i fundit për këtë njësim simore, është shkenca. Helena dhanë një ndërmes në zhvillimin e shumë shkencave si dhe të mendimit njerëzor. U zhvilluan shumë historie, gjeografia, botanika, mjekësia, astronomia, filozofia e tjerë. Baba i historisë konsiderohet Herodoti, i gjeografisë Eratosteni, i matematikës Pitagora, i mjekësisë Hipokrati. Filozofia konsiderohej shkenca e urtësisë, do thotë diturisë, dhe nga kjo periudhë burojnë shumë filozofë të njohur si Platoni, Sokrati, Herakliti, Demokriti, Talesi e tjerë, të cilët i kontribuan kësaj shkence si dhe shkencave tjera. Ju faleminderit, do thotë me kaq mbaroj kjo njësim simore, ju faleminderit dhe me respekt profesor Mustafa Kurtishi.